Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar. Ditën e sotme do të flasim mbi disa zhvillime që kanë ndodhur së fundmi në veriun e Kosovës, duke se ku janë rikthyer sërish edhe plagat e luftës atje, pasi në disa varre masive që janë gjetur në veri, dyshohet se janë edhe eshtra mortore. Është bërë mundur që të merren këto eshtra dhe të vijohet më pas me hetime të mëtejshme për nëse mund zbulohet edhe identiteti i personave që mund të ndodheshin në ato varre. Për të folur për këto ngjarje, por edhe për krimet e luftës në Kosovë nga Serbia, kemi të ftuar avokatin e mirënjohur zotin Alban Duraj. Zotë Duraj, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit të shkënaqësi. Krime monstruoze, me atë se çfarë mund të shohim, të paktën në këto ditë dhe faktet që po dalin gjithnjë më tepër, varre masive pafund në veriun e Kosovës, por të ngjashme besoj kanë në gjithë territorin. Ngjarjet që kanë ndodhur në Kosovë janë ngjarje të rënda, për më tepër që kemi shqiptarë të cilët janë masakruar në mënyrë të vazhdueshme nga serbët, nga qeveria serbe, por natyrisht edhe nga qytetarët të cilët janë munduar që të konfliktojnë me shqiptarët e Kosovës. Kjo ka ndodhur në mënyrë të vazhdueshme, pra duke filluar nga dyndjet barbare, nga dyndjet serbe, të cilat kanë ardhur nga Uralet, pra ato zbarkuan në Evropën qendrore dhe më pas në Ballkan dhe ushtrinë edhe më poshtë, por që gjetën mbështetje tek shumë aty në territorin ku tashmë ndodhet Serbia e sotshme, pra ku janë stabilizuar serbët e sotshëm, dhe ne dim të gjithë mirë se çfarë makinerie e vazhdueshme është bërë, pra manipulimi qoftë i historisë, por edhe metodat të cilat kanë ndjekur shteti, Republika e ish Jugosllavisë në atë periudhë, pavarësisht se në atë kohë ka qenë disi liberal edhe qeverisja atëre Josip Broz Titos, i cili ka qenë presidenti i ish Jugosllavisë të asaj kohe, dhe mënyra se si është trajtuar popullsia shqiptare. Pra ne duke u trajtuar aty jo si një popullsi e cila kishte apo themelonte Republikën e vet, pra nuk u lejua një gjë e tillë, pra kemi pasur deformime dhe këto natyrisht janë bërë në favor të popullsisë serbe, në favor të Serbisë, duke i trajtuar shqiptarët aty në mënyrë inferiore, duke thjesht vetëm ata bënin punë të rëndomta dhe natyrisht edhe studimet të cilat të drejta për të studiuar ishin të pakta, edhe pse aty u themelua Universiteti i Kosovës në vitin 1963, pra ka hedhur, është universiteti i parë në këtë vend, pra në Kosovë, por të drejtat që kishin shqiptarët nuk kishin të drejtat barabarta me ato të qytetarëve të tjerë të cilët ishin pjesë e Republikës Jugoslave. Pra ne gjithmonë aty jemi trajtuar si qytetar dorës dytë, duke filluar edhe me dhunën që ushtronte policia serbe, pra e Jugosllavisë, po edhe pse u munduaj që të përdorte disa metoda, siç ishte ajo e nxitjes së emigracionit, në mënyrë që shqiptarët e Kosovës të largoheshin në vendet e tjera të botës dhe Kosova të boshatise, dhe aty janë vendosur në mënyrë vazhdueshme kolon serb. Pra, duke filluar nga Prizreni, kemi shumë qytete, veriu i Kosovës, po ashtu edhe qytete kryesore si Peja, Podujeva, Prishtina, po ashtu kolon, të cilët me qëllim asimilimin e popullsisë autoktone apo e popullsisë vendase. Dhe kjo ka qenë e mirëmenduar, pra ka qenë një plan shtetëror i mirëmenduar në mënyrë që të arrinte, pra duke kulmuar me
dhunën që është ushtruar në Kosovë, pra në vitin 89 me demonstratën që u zhvillua dhe demonstrata studentore për të kërkuar që Kosova të shpallej republikë dhe të njihej si e tillë, gjë që edhe pse ata pra shqiptarët u munduan pra të shpallnin, ta veshpallnin republikë, kjo nuk u njoh, pra një republikë e cila nuk ishte e njohur qoftë ndërkombëtarisht, por aq më tepër që edhe statusin që kishte brenda Jugosllavisë nuk njihej si një republikë ashtu siç ishin republikat e tjera. Po të shkojmë edhe më pas, pra më afër apo më vonë, kemi genocidin e madh që është zhvilluar, pra sidomos në vitin 1998, ku kemi një genocid të publik, pra tamam një luftë shfarose ku popullsia shqiptare u dëbua, pra u boshatis Kosova në atë periudhë. Kemi vitin 97, 98, vrasjen e shumë qytetarëve të pafajshëm, pra qytetarë, gra, fëmijë, burra dhe njerëz të cilët ishin të pafajshëm, dhe kjo makineri e cila nuk ishte mëshirë edhe ndaj foshnjeve, pra ne kemi parë në atë periudhë edhe vrasje të cilat janë bërë nënave me foshnje, pra duke i ngulur thikën, pra grashta zarne të cilat kishin fëmijën e tyre në bark, dhe ushtarës serb të cilët i kanë ngulur bajonetën ose thikën të cilën kanë pasur në duar. Pra të gjithë shqiptarët e kanë përjetuar atë moment, sepse shumë prej shqiptarëve të Kosovës në atë periudhë erdhën në Republikën e Shqipërisë, pra tek gjysma tjetër e tyre, që do të thotë ndonë se ne jemi me kufi territorial, jemi një vend ndryshe, por një vend tjetër, pra në atë periudhë, prapë ata erdhën tek vendi am në Shqipëri, u mirëpritën, pra duke dhënë një rol, një kontribut shumë të rëndësishëm në atë periudhë, sidomos zonat kufitare, dhe ne përmendëm dhe erën e fundit lidhur me rolin që kanë luajtur, sidomos pjesa e krajinës së Dukagjinit, të Marsisë Gjakovës. Të Gjakovës, Marsia e Gjakovës, Tropoja, Kuksi, pra këto vende kanë mbajtur peshën më të madhe të shqiptarëve të cilët vinin nga Kosova, kanë qenë të traumatizuar, fëmijë të cilët qanin, gra po ashtu, burra të trembur, të friksuar, njerëz të cilët nuk kishin, pra me vete vetëm rrobat e trupit morën dhe ka qenë e dhimbshme momenti kur kanë kaluar nga kufiri jon. Megjithatë ne kemi pasur edhe shumë shqiptarë të cilët kaluan në pjesën maqedonase, pra në ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë të asaj kohe, të cilët për fat të keq ata u sollën shumë keq, duke qenë se në atë periudhë ka pas një bashkëpunim shumë të ngushtë mes Serbisë, por edhe ish kësaj Republike të Jugosllavisë, dhe natyrisht pjesa më e madhe që qeverisin në atë periudhë ata kanë qenë serb, pra ne dim që ka një pjesë të konsiderueshme të serbëve të cilët kanë pasur dhe kanë influencë në këtë republikë, dhe ata nuk u fi i lanë shqiptarët të cilët kërkonin që të futeshin tek pjesa e Maqedonisë. Ata e zgjodhën të territor, duke qenë se ishte shumë afër, pra zonat kufitare, dhe i binte më përmbar që të kalonin aty sesa të vinin të kalonin të bënin rrugë të gjatë në Kosovë, ai më tepër që shovinistët serb kishin dalë me tanqet e tyre, pra ka qenë një luftë e llafashme, masakra të cilat ne kemi parë me sy tan, pra po marr moshën time që jam i dalindjes 87, në atë periudhë kam qenë i bjet, kem qenë 11 vjeç, 12 vjeç, pra momenti kur
ka ndodhur kjo luftë e tmerrshme dhe që e kanë parë të gjithë shqiptarët, të gjithë qytetarët evropian apo të vendeve të tjera, sepse është transmetuar nga mediat ndërkombëtare, pra mediat më të njohura, ku kanë bërë një pasqyrim të kësaj lufte dhe natyrisht dokumentar të cilët shkonin dhe kanë identifikuar varet masive ose jo vare, por gropa të cilët ishin hedhur qytetarët shqiptar. Pra, një gjë për cilën kur e kujtoj më sjell një rënqethje, domethënë, sepse kemi parë me sytë tanë atë situatë kaq të vështirë, pra një moment shumë i vështirë ku ka lënë një gjurmë shumë të rëndë, qoftë në ata qytetarë që e kanë përjetuar, por edhe qytetarë tjerë që kanë qenë jashtë vendit, pra mërgata apo diaspora, të cilët kanë kontribuar shumë që Kosova të luftoj, qoftë me armë, pra Ushtria Shqiptare e Kosovës të marrin dorë fatet e qytetarëve të shqiptar të Kosovës dhe të japi një ndihmë shumë të madhe në çlirimin e Kosovës, por natyrisht edhe në jeonën e madhe ndërkombëtare, lobimi që është bërë ka qenë një lobim shumë i fuqishëm për të drejtat e shqiptarëve të Kosovës, në mënyrë që Kosova të shpallej të merrte, të çlirohej një herë nga serbët, të çlirohej nga makineria e Miloševićit, e cila ishte makineria e fundit në Evropë, pra në Evropë jo, sepse kemi ende makinerinë e Putinit që duke qenë se Rusia është një pjesë e ka në Evropë, apo kemi regjime tjera të cilat janë ende, por kjo ka qenë e llatashme në Ballkan, me atë çfarë ndodhi në Bosnjë dhe Hercegovinë, pra në vitin 95 dhe 2 vite më vonë, kasapi i Ballkanit vazhdoi me gërsi, duke qenë se nuk pati ndonjë sankcion, pra sankcionet kanë qenë shumë të vogla të vendeve të cilat diktonin politikën ndërkombëtare, dhe në momentin që nuk morën masa që Miloševići të shkonte në Hag të mbante përgjegjësi së bashku me bashkëpunëtorët e tij, atëherë ai vazhdoi me shqiptarët duke i vrarë ata, pra kemi rreth gati 12.000, mos gaboj, qytetarë shqiptarë të cilët janë vrarë, kemi një pjesë të konsiderueshme të cilët nuk janë gjetur, pra një numër i madh, mos gaboj rreth 8.000 të cilët nuk gjenden se ku janë, dhe jemi në një situatë ku ata të cilët morën në dorë mbrojtjen e shqiptarëve, dolën në luftë për të mbrojtur qytetarët shqiptarë. Nga kjo masakër që ne kemi parë në televizion, e kemi parë live, e kemi parë me dokumentarët të cilët janë dhënë, por edhe me krimet e dhimbshme dhe shumë çnjerëzore të paimagjinueshme, ata sot janë në Hag, pra ata të cilët luftuan për të mbrojtur njerëzit e tyre nga sulmi, nga agresorët, janë në Hag, janë në mënyrë të padrejtë të arrestuar, pra mund të ndiqeshin apo mund të hetoheshin, mund të gjykoheshin në gjendje të lirë, ndërkohë që asnjë nga luftëtarët që kanë luftuar për popullin e tyre dhe me të drejtë, ata kanë pasur detyrat më të larta shtetërore pas lufte, nuk kanë paraqitur ndonjë rrezikshmëri lidhur me organin e akuzës të cilët vete ngritën, pra ishin ata të cilët e pranuan pas një ekuivok kërkesën e ndërkombëtarëve
edhe pse nga opozita e atërshme, pra nga kryeministri aktual i Kosovës, zoti Kurti, kjo është, domethënë, është kërkuar që mos të votojë sepse ishte diçka e padrejtë dhe kjo do përdorej jo për të mirën e Kosovës, por kur njeriu është i drejtë, kur nuk është i sigurt sepse nuk ka kryer asnjë krim dhe nuk ka bërë asnjë veprim të palishëm i cili do bjerë ndesh me të drejtat e qytetarëve të tij, por edhe me cënimin e të drejtave të tjera, atëherë nuk ka pse të fshihet. Pra kjo është dhe gjithë kjo është ndjekur, gjithë kjo filozofi e presidentit të Kosovës, e kryeministrit Thaçi, pjesëtarëve të tjerë, duke filluar nga Jakub Krasniqi, i cili ka qenë një luftëtar shumë i fuqishëm i ushtrisë shërbimtare e Kosovës, edhe me të gjithë ata bashkëpunëtorë të tjerë të cilët janë sot në gjykatën speciale, nuk ka pasur asgjë që ta votonin, edhe pse kjo bie ndesh me disa parime të cilat në drejtën ndërkombëtare publike këto janë të cënueshme, pra integriteti i një shteti cënohet në momentin që ngrihet një gjykatë e cila është speciale apo prokurori speciale, por që aty nuk janë prokuror apo gjyqtar të vendit që e miraton. Pra kemi një dhënie të sovranitetit të Kosovës, por kjo është bërë duke qenë se ka qenë një presion ndërkombëtar nga fuqitë e mëdha, nga partnerët tanë, por natyrisht edhe për t'i thënë Serbisë që ne nuk kemi asgjë, nuk trembemi, jemi aty sa herë që na kërkon gjykata dhe prokuroria, për më tepër që atëherë zoti Thaçi ka qenë edhe presidenti i Republikës së Kosovës, pra ai shkoi vetë në këtë gjykatë dhe pastaj ndodhi gjithë ajo situatë e cila ka kaq vite dhe ai është i izoluar. Pra patjetër unë jam i bindur 100% që drejtësia do triumfoj, sepse historia ka treguar gjithmonë që edhe pse vuan në një proces gjyqësor apo qoftë edhe në një betejë, lufte apo në një luftë e cila mund të ketë shumë beteja, patjetër që ai i cili e bën këtë luftë të drejtë për mbrojtjen e interesave të popullit të tij, apo thjesht është mbrojtur nga sulmet e okupatorit apo të atyre që kanë sulmuar njerëz pafajshëm, i kanë dhunuar ata, i kanë përdhunuar, pra kemi gra që janë përdhunuar dhe shumë prej tyre kanë fëmijë, pra shumë prej tyre kanë fëmijë me ushtar serb, disa prej tyre kanë pësuar trauma, që do të thotë tronditje të rënda psiqike, një pjesë prej tyre kanë vrarë edhe veten, pra gratë që kanë vrarë veten, pra është një makabritet që ka ndodhur në atë periudhë nga shovinistët serb, cilët kanë qenë të pa moral, pa zbatuar kodin e luftës. Ato që bëri Miloševiqi me shtetasit e Kosovës është e barabartë me atë në një farë forme që bëri dhe Hitleri me izraelitët, me hebrejt? Patjetër që është akoma më e rëndë, pra nëse do të bënim një krahasim, atëherë ky është një krahasim e cila shkon paralele me njëra tjetrën, por duhet të kuptojmë momenti kur ka ndodhur që krimet të cilat i ka kryer Miloševiqi janë akoma më të rënda për vetë faktin në kohën kur janë kryer. Pra nëse ne kemi një luftë të dytë botërore e cila erdhi për shkak të këtyre krimeve makabre që janë kryer ndaj popullsisë izraelite apo hebre në atë periudhë dhe gjithë bota u fut në luftë sepse krimet ishin të patolerueshme edhe pse informacioni dhe mënyra se si
përhapeshin këto krime, nuk ka pasur transparencë, ka qenë ndryshe, pra ndërkohë që në shekullin e 20, pra kemi krime të cilat janë zhvilluar në shekullin e 20, në kulmin e teknologjisë, kishte kaluar lufta e dytë botërore, në mes një vendi i cili ndodhet në mes të Evropës, pra ne jemi në Evropë, Kosova, shqiptarët e Kosovës janë në Evropë, Serbia po ashtu, është në kontinentin europian, nga kontinentet më të zhvilluara, është pranë kufi me vendet të cilat janë vendet të Aleancës së Atlantikut të Veriut, vim pas një lufte të dytë botërore, pas një lufte të ftohtë, dhe kemi një sër momentesh për cilat bota ka bërë histori në këtë periudhë 45 vjeçare, pra pas luftës së dytë botërore, dhe vim tek një i çmendur, i cili ka qenë një Hitler i dytë, por akoma më i rënd, krimet e tij janë akoma më të rënda, sepse ndodhin vetëm pas 45 viteve, ku mendoj që bota të kishte nxjerrë mend, pra të kishte nxjerrë mësime lidhur me mënyra se si mund të izoloje ky konflikt, por mund të them që Evropa, për shkak edhe të një aleance të fshehtë që ka me njëra tjetrën, pro-Serbis, pra kemi shumë aleanca të cilat e duan Serbinë, e duan për shkak të mbështetjes që ajo ka nga Rusia, pra nuk është e vetme Serbia, ne kur flasim për Serbinë, duhet të nënkuptojmë Rusinë. Pra, Rusia është ajo që ka diktuar gjithmonë dhe ka lëvizur fijet e fuqive europiane, të cilat ndërmarrin politika. Dhe fakti që ata eshtën për gati 2 vite, pra kemi 2 vite në mënyrë të vazhdueshme për ndjekjet që janë bërë shqiptarëve të Kosovës, dhe edhe kur u fut NATO-ja, pra kemi një moment që u fut pasi aty ishte bërë kasapan, pra në momentet më decisive kur u turpërua kjo aleancë kaq e madhe ndërkombëtare, u turpëruan fuqitë e mëdha për të cilat i kanë borxhe, pra shqiptarëve, pra nuk është vetëm ky moment, sepse ka më para ka me disa episode dhe momente të veçanta të shumta, ku fuqitë e mëdha kanë ndikuar shumë qoftë në ndarjen e shqiptarëve, pra në 5 shtete, por edhe për mënyrën se si janë sjellë me shqiptarët. Dhe këtë mendoj që e bëjmë për shkak të një përçarje që duan të sjellin, duke qenë se ne jemi popull i lirë, një popull i zgjuar, popull i cili ka dhënë shumë për qytetrimin në të gjitha kohrat, dhe natyrisht që kemi shumë veti të cilat popujt e tjerë na i kanë zili, pra nuk duan shqiptarët, nuk duan sepse ne jemi krenar, ne nuk e ulim asnjëherë veten tonë dhe natyrisht që jemi të gatshëm që të sakrifikojmë për shumë gjëra të cilat popujt e tjerë nuk i bëjnë dot. Kështu që për të arsye kanë përdorur fuqitë e mëdha të gjitha mekanizmat për ta ndarë të popull, por natyrisht që drejtësia gjithmonë triumfon, edhe në këtë rast, edhe pse kaluan kaq vite, shekuj të tërë lidhur me Kosovën, Kosova e fitoi pavarësinë, nesër Kosova do bashkohet me Shqipërinë, pra ne do vi momenti ku të dyja vendet do të bëjnë referendum dhe natyrisht që ne do kemi një shtet të vetëm, ashtu sikurse ka qenë vite më parë, pra Dardania do t'i bashkohet Shqipërisë. Kështu që do vi ky moment, por përpara se të vi do të zgjidhen problemet lidhur me Serbinë, shumë çështje të cilat janë ende të pambyllura, dhe në momentin që Kosova do ta fitojë 100% pavarësinë dhe njohjen ndërkombëtare, atëherë tu jemi përpara
vendosjes së popujve, pra ne të dyja shtetet të cilat jemi të ndarë në mënyrë administrative të tillë, ne kemi mundësi që të votojmë me referendum bashkimin në një shtet të vetëm. Kështu që ndaj jemi në një fazë shumë të mirë. Në momentin që do dali edhe nga burgu lideri historik I cili ka bërë luftën, pra zoti Hashim Thaçi, I Partisë Demokratike të Kosovës. Pastaj do ndryshojnë edhe balancat, do ndryshojnë për vetë faktin sepse tashmë kemi një kryeministër I cili ka krijuar vetëm konflikte, pra konflikte të cilat janë të panevojshme, lidhur me zhvillimet, pra me të drejtat e shqiptarëve të Kosovës, drejtat e Republikës së Kosovës, me një diplomaci të munguar, pra duke hapur luftë në të gjitha frontet, dhe kjo nuk I shërben interesit të Kosovës, por I shërben interesit të Serbisë. Pra të gjitha ato aludime të cilat u bën për zotin Thaçi, që zoti Thaçi ka dashur të shqetësi interesat e Kosovës e tjera me radhë, lidhur me mënyrën se si ka bërë koncesion për Kosovën, u provua që ka qenë vetëm një demagogji. Ai ka qenë gjithmonë krah popullit Kosovës dhe krah Republikës Kosovës për të fituar një status sa më të shpejt, pra në mënyrë që të shkëputej sa më shpejt nga Serbia, por për më tepër ajo që intereson Kosovës është që të marrë një njohje nga Serbia. Në momentin që merr njohje nga Serbia, duke qenë se presioni ndërkombëtar rritej kundra Serbisë, dhe kjo do të ishte në favorin e shqiptarëve të Kosovës dhe të Kosovës vetë. Me ardhin e zotit Kurti, gjërat kanë ndryshuar, pra ai është një demagog shumë I mirë për sa I përket çështjes kombëtare, por natyrisht luftën nuk e ka bërë zoti Kurti, pra edhe idhen I e dyshime, sikur ka qenë ai I cili mundet të jetë marrë, pra të jetë marrë nga forcat serbe, dhe aludohet, pra disa burime të sigurta janë që ai aty është trajnuar dhe është rekrutuar nga UDB-ja jugoslave, dhe mënyra se si rodhën ngjarjet, pra mënyra se si u krijua një lëvizje tillë, pra ka qenë një inskenim, pra ne e dim fare mirë se si bën këto lëvizje, pra ne kemi lëvizje të cilat shterojnë, pra kur nuk ka burime financiare, pra ka jetë të dyshimta financimi qoftë vetëvendosjes vet, por të kësaj lëvizje e cila tashmë ka prodhuar vetëm gërç institucional. Kemi 4 zgjedhje për të cilat vetëm se kjo të çon në aludimin që pse nuk zgjidhet një president ashtu sikurse imponon kushtetuta. Pra këto konflikte të cilat nuk janë të nevojshme për stabilitetin e Kosovës, konflikte të cilat shkojnë edhe me Republikën e Shqipërisë. Pra nuk ka ndodhur në asnjëherë që mos ketë komunikime. Në asnjëherë në të gjitha periudhat, pra ka qenë një bashkëpunim, edhe pse Shqipëria ka një rol shumë të vogël për shkak të fuqisë së saj në arenën ndërkombëtare. Ne e dim shumë mirë, por që Shqipëria gjithmonë ka luajtur një rol shumë pozitiv për mënyrën se si ka bashkëpunuar me shqiptarët e Kosovës. Pra në të gjitha të periudhë, edhe pse zoti Berisha ka hequr apo ka furnizuar me naftë Serbinë, pra në atë periudhë, ai në prononcimet e veta, pra e ka thyer embargon ndërkombëtare, dhe qëllimi ishte në atë periudhë, sipas e ka pranuar publikisht, dhe qëllimi ishte që mos të lindte shqiptarët e Kosovës pa naftë. Pra ai ka pranuar shumë qartë,
po qëllimi pra kemi një bashkëpunim, për më tepër bashkëpunime të cilat do vinë më vonë, në vitin 97, 98, që ne nuk kemi pasur shtet, nuk kemi pasur, kanë qenë oficerët nga Shqipëria, të cilat kanë trajnuar forcat e UÇK-s, forcat e ushtrisë tona kanë qenë në mënyrë në mënyrë të fshehtë, nuk ka qenë me deklarata publike, sepse nuk kemi dashur, pra Shqipëria në atë periudhë nuk ka dashur që të ketë një rol që do të sillte probleme ndërkombëtare, por underground ata kanë bashkëpunuar shumë mirë dhe kanë mbështetur luftën, ndërkohë që vjen kjo periudhë që në momentin që shqiptarët gjithmonë duhet që të gjejnë një koordinim me njëri tjetrin, ka sjell konflikte, qoftë me shqiptarët e Shqipërisë, pra kushdo qoftë drejtuesi nuk ka rëndësi këtu, vjen në jetë, vjen në rrezik problemet kombëtare të shqiptarëve, por edhe me shqiptarët e Maqedonisë, duke mbajtur anë, duke përçar dhe duke sjell një situatë konfliktuale që nuk do t'i shërbej shqiptarëve. Pra qëllimi jonë është që ne së pari të krijojmë një bashkëpunim shtetëror, për cilat shumë marrëveshje kanë ngelur pezull, ka marrëveshje të cilat nuk kanë hyrë në fuqi. Pra marrëveshje të cilat i ka pezulluar kryeministri Kurti, shumë prej tyre janë firmosur në periudhën e zotit Thaçi, në momentin që ai pra qeveria e tij ka ikur, pra ka ardhur lëvizja vendosje, janë bërë rreth 2 ose 3 maksimumi takime për cilat janë nënshkruar disa marrëveshje dhe ato kanë ngelur pending apo pezull. Pra kjo nuk i sjell konsolidimi të popullit, sepse populli shqiptar është ai që vuan, këtu nuk është për inate personale të liderëve politikë të cilët duhet të t'i shkojë egoja e tyre, po për fatet e vendit, për fatet e popullit shqiptar, që ne të jemi të fuqishëm, së pari duhet të jemi bashkëpunues me njëri tjetrin, por që të jemi bashkëpunues duhet të ketë akte ligjore për të cilat ne jemi akoma pezull. Pra ne sot të shkojmë në Kosovë, nuk mund të punojmë dot, apo kosovarët, shqiptarët e Kosovës vinë në Shqipëri, duhet të bëjnë procedura burokratike për të cilat nuk është e nevojshme, njohje diploma, njohje licence dhe shumë problematika të tjera për të cilat pengojnë shqiptarët dhe natyrisht ajo që është më e rëndësishme është integrimi me njëri tjetrin. Pra edhe ne pse jemi një komb, ne kemi shumë diferenca, kjo vjen për shkak edhe të një ndarje që kemi pasur 40 më shumë se 45 vjeçare, po i bie rreth 50-55 vite, që nuk kemi pasur komunikime dhe kjo do të bëjë që ne të jemi një vend i zhvilluar, një treg më i madh, sa më i madh jemi aq më të zhvilluar jemi, komunikime me njëri tjetrin, unifikim të diplomave, unifikim të arsimit, unifikim të gjitha profesioneve ku ne të kemi mundësi të punojmë, pra një shqiptar që vjen nga Prishtina në Tiranë apo Anasjellta të shkojë aty ku të interesoj të punojë edhe të jetoj, pra të krijojnë këto mundësi për të cilat qeveria Kurti ka qenë refraktare, që do të thotë nuk ka qenë bashkëpunuese me qeverinë Rama. Pra edhe pse mund mos i pëlqej kryeministri Rama, në rastin konkret ai duhet që të veprojë si një burr shteti dhe një shtetar, dhe sa më shumë të sjelli probleme, konflikte, qoftë në Kosovë, por edhe me këto nuk janë në favorin e shqiptarëve, por janë në disfavorin e tyre. Avokat, shumë faleminderit për këtë hapësirë, faleminderit shumë për analizën e zgjeruar që i bë kësaj situate, por edhe këto detaje që përcollat. Ju falenderoj shumë për mundësinë që më jep. Faleminderit shumë. Mirësi.